Një nga problemet që kam vënë në re për sa i përket kompanive dhe implementimin e sistemeve të reja për përmirësimin e proceseve apo optimizimin e tyre është edhe stafi befasisht në momentin që ti jep një aplikacion apo një sistem të ri që ta përdori në mënyrë që ti shpejtoj punën, në mënyrë të befasishme ai bëhet shumë i zënë me punë të tjera, nuk dëshiron ose nuk jep atë maksimumin e vet që ta përdori këtë sistem dhe këtë aplikacion. Shpesh bëhet edhe një pengesë për drejtuesin e kompanisë që ai të marrë benefitet e atij aplikacione apo sistemi që ai ka porositur. Prandaj është shumë e rëndësishme që në momentin që ti po investon në një sistem digital, është shumë e rëndësishme që të përgatisësh dhe trajnosh stafin dhe është e rëndësishme që t'ja bësh qartë stafit që ky është një aplikacion apo është një sistem i cili duhet përdorur dhe nuk është se është opsional, por duhet përdorur në të mirën e kompanisë dhe në të mirën e punës. Dhe fundja, një biznes ka nevojë që proceset e saj të ketë sa më të automatizuar dhe sa më eficiente në mënyrë që gabimi njerëzor të jetë sa më i vogël.